Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar për raportin e fundit të Komisionit Evropian mbi shtetjen e së drejtës në Shqipëri, duke deklaruar se gjetjet e tij përbëjnë kritika ndaj mënyrës së qeverisjes së majorancës socialiste. Gjatë një bashkëbisedimi online me qytetarët, Berisha u ndal te çështja e ish zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke pretenduar se zhvillimet rreth saj kanë ndikuar në perceptimin ndërkombëtar për qeverinë shqiptare dhe kryeministrin Edi Rama. Por një raport tjetër që vjen nga Komisioni Evropian për Shtetin Ligjor, mediat e lira, drejtësinë, damkos Edi Ramën dhe regjimin e tij në mënyrën më të fuqishme. Mbrojtjen që ai bëri korrupsionit të Lubi Ballukut me emër, sulmet e paprincipa ndaj organeve të drejtësisë nga Edi Rama, korrupsionin e shfrenuar të policisë së shtetit dhe organeve dhe institucioneve të tjera. Lubi Balluku është bërë tashmë çështje jo vetëm e shqiptarëve, por çështje e Bashkimit Evropian. Berisha këmbguli se zhvlerësimi i euros nuk është tregues si leku është forcuar, por janë paratë e pista të investuara në ndërtim, ato që kanë ndikuar kursin. Pretendoj dje se është shej ekonomisë së fortë, sharlatan dhe qesharak. Po të marrim një vend tjetër që nuk është në sistemin e euros, Norvegjin, e cila ka vetëm fondin e investimeve mbi 1 trilion fondi investimeve dhe ka një nga ekonomitë më të fuqishme gjatë 10 viteve të fundit. Jo që nuk është vlerësuar, por është zhvlerësuar të paktën 10-12% të saj. Ka patur rast 16%. Leku shqiptar vlerësohet me 35% se rezultat i vagonave, i kontejnerve, i mikrobuzave, i nëndecëve, i autobuzave me euro që hynë në Shqipëri, narkoeuro që hynë në Shqipëri. Kryedemokrati foli edhe për protestat qytetare të zhvilluara për çështjen e Zvërnecit, duke u bërë thirrje simpatizante të Partisë Demokratike që tu bashkohen tubimeve dhe lëvizjes qytetare. Kësaj jave vazhdoi me heroizëm epik protesta rinore qytetare në bulevardin e Tiranës, pavarësisht nga terrori qeveritar i Edi Ramës dhe fallangave të tij të krimit ndaj eksponentëve të kësaj proteste dhe pjesëmarrësve të saj. Kryengritja paqësore e rinisë dhe qytetarëve shqiptar vazhdoi e pamposhtur, duke siguruar mbështetje të madhe ndërkombëtare, duke shprehur dhe një herë mbështetjen më të fuqishme për këtë lëvizje, për këtë protestë të paprecedent që nga vitet 90 në historinë e Shqipërisë ftoi çdo demokrat të marrë pjesë në frymën e saj si qytetar, të bëjnë gjithçka për suksesin e saj. Një tjetër çështje e komentuar nga kreu i demokratëve ishte reagimi i Tiranës zyrtare ndaj deklaratave të ministres serbe Snežana Paunović, e cila u shpreh se nëse do të ishte në vend të Slobodan Miloševićit në vitin 1998, do të kishte kryer spastrim etnik në Kosovë. Berisha akuzoi qeverinë shqiptare se nuk ka mbajtur shëndrim të mjaftueshëm ndaj kësaj deklarate dhe e lidhi këtë me marrëdhëniet mes kryeministrit Rama dhe presidentit serb Aleksandar Vučić. Edi Rama dhe zëdhënësi i turpit Ministrinë e Jashtme kanë heshtur si fije e barit, dhe jo vetëm heshtur, por Edi Rama deklaroi se nuk mund të përfshihet në histerizëm masahër një çyryk flet këto apo ato. Edi Rama është i skllav, i vasal i Vučićit. Ndërkohë Berisha komentoi edhe ndryshimet në struktura drejtuese të Partisë Demokratike, duke deklaruar se procesi i ripërtëritjes së partisë nuk është një ndryshim formal, por një transformim i mënyrës së përfaqësimit dhe drejtimit të saj.